Mali. Këtë sakta kënë këtu në klip. Prej fillimit me Mirin, emri jam s'ka egzistu fare, kom pas një njërim total. Krejt banorët më kam pritë shumë mirë, përveç Mirit, i cili do më ka ignoru, pa pik arsye. Unë ku menu që kur hina këtu hina një, po këtë gjithmonë e ka mojt vetën shumë analt, e ka pos një ego që e kom rejt me njerë për fillimit. Nuk më ka pëlqy. Nuk më ka pëlqy loja që ka lujt, e kom rejt që është një manipulant, mënohet me vri aty, duke i përdor personat e tjerë. Po, nisen unë e kom që mu s'mon shumë më ignoru edhe që shëpota aty, nuk më ka ignoru, se kom ljonë me më ignoru fare, gjithdo kanë që ka qenë Miri, kom qenë edhe unë. Kjo është bagi, për mu është personale, për mu është shumë personale. Miri? E kam parë që në fillim që e ka personale me mu, por duke mos i dhënë në vëmendje, a i vjen edhe meret me personin tim, por ne kemi sjaru disa gjëra atje, pavarësisht nuk u dhanë, le ta mbaj personale me mua dhe do ta shohim fund kush del, unë apo ai. Pra, mendon se i keni sqaruar ca gjëra, apo jo? S'ka rëndësi çka kemi sqaruar. Jemi të hapur për vazhdimin në serit në vazhdim. Po pra, se Mali thotë që unë e kam personale, dhe ti mendon se ke sqaruar. Pra nuk keni në tjetër. Sepse ne sqaruam diçka, megjithatë s'ka problem. Jemi këtu për këtë punë. Nga ana jote është sqaruar, nga ana e Malit? Jo. Unë kam sqaruar diçka që ai kishte probleme me mua, s'unë s'kam pas problem fare me të. E sqarova, prapë ai shkon tek pjesa e parë, se është më mirë tjetra aty. Çfarë mendimi ke ti për Malin? Mali? Mali është djalë shumë i mirë, është djalë inteligjent, e kupton se ku është vëmendja, edhe dita marri vëmendjen, kaq, por problemi është që këtu nuk kemi më 5 veta, 6 veta, ku jemi shumë tani, po bëjmë edhe 20, kështu që Mali sa do të merret me mua. Realisht ti ke qeni pare që i marrë me mu. Tu më vënu do marrë një knema, tu më vënu novka. Do marrë se emri jam s'ka egzistu prej fillimit. Nuk ka marrë asnjëherë mbas teje, o më thonë, kom pas ofendime se ky i pyllit, Mogli ky i pyllit. Ke qenë në gjumë 2 ditë, gjithçka ka fillu nga te, jo nga unë. Po ti e ke fillu këtë gjë. Unë s'kom nuk kur një knema, nuk kur novka. Ke qenë në gjumë. Ti ke qeni pare që do marrë ke vënu novka. Do marrë emri jam nuk egzistoj ke për ty fare. Unë nuk isha këtu, ti ishe në gjumë. Do marrë emri jam për kejtë banur të egzistoj ke, vetëm për ty jo. Unë për ty isha Mogli, apo? Ky i pyllit, apo? A isha apo jo? Tash ja ko është mbreti gjumës. A ishe. Ja lugin ko është mbreti gjumës. Ani Mali energjia të rukëthy sa higën atë. Unë gjithmonë e kom pas energjim, vetëm unë e pres kur me shfaq kur duhem. Tani, thuaj falinderit kësaj vajzës tu, se ti kishe marru punë. Okej, dua të pyes pak Armirin. Ti e ke parë Armir qëndrimin e Malit pa Mirin në shtëpi dhe pe në klip edhe se si ishte Mali brenda në akuarium. A qëndron kjo që thot Miri dhe Juela? Ka një arsye të vetme, ndër të vetmit që shfazon Mirin është vetëm Mali. Ndër të vetmit që shfazon Mirin është Mali. Po nuk është shfazon. Unë e përdor Mali se më duhet, nuk shfazohemi nga Mali. Po ti merre shfazim se ashtu është. Ignorimi, cili ma jep Miri e bën vetëm për një arsye. Nuk më përballon dot. I vetmi që ai ty të bën dalësh nga Lutem. Si se ka bo? Prandaj mbaj. Se ne nuk do ta bëjmë për momentin, por i vetmi që ka shfazuar. E ma skemaxhiun. Aty është edhe ai. Aty është edhe ai. Lore? Unë ka bëni dhe tregoni Malin, i kurajoni Malin që ta bëj. Unë nuk punoj me ty. Unë nuk kurajoni Malin që ta bëj. Jo, ti rrim brapa. Jo, ti rrin në stol. Unë në për skuta të shtëpisë. Sa skuta keni gjetë? I kurajoni Malin që ta bëj. Gjithë mendimin tonë. Bë konferenca një pyetje që të shpërfaqet. Një pyetje që të shpërfaqet nuk i bën përgjigje publikut se duhet rrinë në shtëpi. Pra, Lore, që ta kuptojmë, ti thuaj që është dikush aty brenda që përdor Malin për të bërë agjentën e vet. Mali kërkon të përdorsh. Lore, ma shpjego pak të lutem. Janë gjithë që kapit gjithë qoshet e shtëpisë, nuk kanë ngel qoshe pa kap, se si di edhe unë gjithë qoshet, këto i kanë gjithë gjitha. Do t'i kuptosh edhe ti qoshet. Këto një mendim dhe e shpërndajnë 4 mendime. Të ndryshme, por këto nuk din diçka. Që
kur shpërndaj mendimet, i harrojnë dhe i thonë të ndryshme. Nuk ka realizojnë do atë mendimin që kanë thënë të cepja. E qartë, Lore, po. Atëherë, unë kam qenë një nga njerëzit që në fillim fare kam socializuar shumë me Malin. Dhe të them të drejtën, nuk më ka dhënë asnjëherë iden se kishte probleme me nofkat që i vinte Miri. Dhe u kujtua një ditë të bukur, një javë pas të gjithave, një javë pas Prime-it, u kujtua që kjo gjë i jepte bezdi. Dhe pse mendon ti se u kujtua? Sepse Miri mori vëmendjen, mori gjithë java ishte e Mirit dhe e situatës me Selin. One nuk ofendona aty për aty, po e majnë mend, Ledion. E shkruaj në fakturë, edhe pastaj ti do ta paguaj fakturën. Ti përdor apo jo? Ke thënë po. Ke thënë po. Në momentin e nuk e paguar fakturën që e ka bërë vetë. Nuk është se të bën nder dhe nuk tregon karakter, të kujtohesh një javë pas për diçka që t'pëlqen. Ledion, e kam pyetur. Kujt nuk i pëlqen reagon në moment. Ledion, e kam pyetur, ti përdor apo jo? Ti përdor apo jo, ka thënë po. Pastaj kur kërkoj falje për atë që bëri, më tha mos më përmend më. Pastaj unë nuk i përmend më. Falje sa më ka qenë për arsye se te ke menuar që ta prek familjen. Dhe në momentin kur ta prek familja, gjithmonë kemi pas situatë me kërkimin e faljes. Po mendimi se ku vjen pas not, ju ka me alok flok, sidomos Miri. E ka kuptuar gjithë, e ka kuptuar gjithë. Dhe në momentin kur vjen pas not në Prime-in e parë, ende i ka me Mirit flok e madhe. Po unë kur nuk e ndryshoj mendimin, nëse ju ka prek familja na herë, gjithmonë ka me pas sirtarat kërkimin e faljes. Se unë familje nuk preki. Unë vetëm komentoj ato që ashtu më rana. Ti ashtu hyre. Ti ashtu hyre. Unë vetëm komentoj çfarë ndodh me rana. Prandaj hyre. Dhe në momentin e parë kur Mal kuptoi. Mirit ende i ka me ploga ajo e Prime-it parë. Një moment, të respektojmë njëri tjetrin, po Lore. Në momentin e parë kur Mal kuptoi të gjithë situatën, filloi ta bezdiste edhe më shumë. Nga ai moment, po nga Prime-i parë kam qenë me Mirin duke marrë. Nga Prime-i i parë kam qenë duke marrë me Mirin. Komentin e parë që po ishte kundra Mirit. A bën të për mua këtu vol. Po ki respekt me ta. Komenti i parë që është jep për çit person, ka qenë nga unë. Ka qenë nga unë. Ashtu është po. Po bra. Stine nuk ka vepruar asnjëherë në mënyrë të drejtë për drejtë me Mirin. Nga momenti kur Mali filloi të lëshoj, filloi ta inkurajonte. Ne kemi bërë konferencën e nominimeve dhe nuk i kanë bërë asnjë pyetje për t'i dhënë mundësinë që shpërfaqen në publik së të qëndronë në shtëpi. Nuk e shposh me vepra, unë e shposi me vepra. Unë nuk e mendoj këtë një inkurajim të saktë ndaj një djali që ka gjithë botën për treguar këtu brenda. Selin përdorin vetëm për këtë rast. E kam shposh me vepra, nuk e shposi me fjalë. Ledion, po e nis nga gjysma e klipit tek fjala Mogli që Mali është ofenduar për Mirin. Në të vërtetë ka qenë kemi filluar të gjithë bashk që i pyllit vazhdon të jesh, kur ka ardhur është prezantuar nga theksi i Malit është dëgjuar Moli. Dhe unë kam thënë kemi Moli dhe nuk e kam bërë vetëm unë dhe Miri ka bërë gjithë shtëpia. Moli, Mogli, Mali, Moli dhe Mali u çuaj një ditë të bukur dhe u kujtua që ky është ofendim. Unë me burra si puna Malit e kam shumë të vështirë të komunikoj dhe të debatoj sepse Mali është nga ato djem që ulet në tavolinë dhe kur nis të diskutojë diçka duhet patjetër ta ndjeki kamera se përndryshe shkon diskutimi dëm. Që më në fund e kapi Prime-in, sa që unë i kam bërë një këngë këto ditë në shtëpi për ta ndihmuar që ta kapi Prime-in dhe jam shumë e lumtur që erdhi momenti. Stine, a është e vërtet që ti dhe Miri e përdorni Malin për të sulmuar Mirin? Kjo pyetje s'do të bëhet fare sa është e duhur. Ne kemi vetëm energji dhe connection, na kanë një muhabet shumë. Është një akuzë që ju bën nga njëra prej shtëpisë. Përdorin shumë këtu se kujtojnë se nga që i bëjmë vetë, kujtojnë se i bëjmë edhe ne. Besoj kjo nuk ekziston. Besoj kjo ardha në akuarium që po ta tregoj nëse jam gjendje me lut vet, ajo. Edhe po në klip vet. Po edhe në gjendje gjithë ditën gjumë. Se kam akuza se po kom për troje. Po kom për troje. Në akuarium isha vet. Unë zgju Mali. Bëri Stina skemën, u kujtua Mali. Që shkoja dhe do ju afzër. Okej. Kjeti Stine një natë pas në akuarium e Mali. Bile, Ledion, është për të thënë që pas Prime-it kemi thënë Malit, hajde rrim me neve të rinë që ishim mbledh atje të darka dhe ta një sekond mirë. Dhe ka thënë një sekond dhe erdha dhe nuk erdhi më kurrë sepse Stina vendosi të flejë gjumë edhe Mali bëri një të gjë. Të nesër me Stina që ndej një krevat dhe Mali ndej një krevat. Stina u çu për skemën, u çu Mali për skemën. Derisa erdhi momenti për të fund në akuarium, Mali ishte në gjumë. Dhe prandaj e kemi çuar. Dua të dëgjoj pak